Hej, unë jam Fatos Azemi, jena bashkë në Urban FM, vi marrë të mi përgjithë 7 pyetjeve të cilat mi kam përcaktuar në mënyrë që jemi me një familje. Pyetja e parë, Fatos Azemi, çka të lidh me Prishtinën? Me Prishtinën më lidh gjithçka. Është vendi ku jam lind, vendi ku jam rrit, vendi ku kam kryer shkollimin, vendi ku e kam njoft bashkëshortën tem, vendi ku kam vendosur mi rrit fëmijët e mi. Prishtina nuk është veç kryeqytet, po Prishtina është shtëpia jam. Pse po hyn garë për asamblej? Faleminderit, pyetje ma kanë bërë shumë. Garë për asamblej po hi për shumë arsye, dhe njëna prej tyre është për shkak që unë menoj shumë që ka ardhur që njerëz me përvojë, njerëz që dojnë Prishtinën me zemër, me u fut në garë edhe me dhon kontributin më të madh aty ku janë mundësitë më të mëdha. Në cilat 5 drejtime do ta jepje kontributin tënd edhe pse pikërisht atë. Por është edhe më e rëndësishme për neve prind që kemi fëmijët në shkollë është siguria tyne. Unë për momentin që tash e kam vajzën në shkollë dhe akoma jam me meta ajo se mos më ngasmon dikush për arsye se të kaluamën e kanë ngasmu. E dyta është decentralizimi i Prishtinës, i cili është i rëndësishëm shumë të veçantë për shkak që ky decentralizim e bën ndarjen e Prishtinës në 5 zona, edhe vetë buxheti i komunës Prishtinës bëhet më i barabartë për shkak se buxheti aktual është 140 milionë euro, edhe në 5 zona ndahet proporcionalisht ka 20 milionë euro, më ne interesimi jonë është qytetar për investimet tona në lagjet tona do të jetë shumë më i madh. E treta është është në lidhje me arsimin, është se arsimi parafillor qerdhët, fatkeqësisht ne e dimë që ka mungesë madhe të qerdhëve. Dhe për me regjistru një fëmijë në qerdhë duhesh me pas bagit njofshëm në komunë, edhe fatkeqësisht një pjesë e madhe tyne nuk e kanë mundësi me regjistru fëmijët e tyne ose në kopshtet private, për shkak se shumë bagje është drejt, kështu që na prioritet jemi ka me kënd asamblej që me javë subvencionu jo 50%, po 100% familje me asistencë sociale. A mendon se roli jot ka me vlejt për të ardhmen e Prishtinës? Sigurisht që mendoj, në të kundërtën nuk isha kënë këtë sot kandidat, por pse mendoj që po, për shkak se unë e një vetën tem, e një personalitetin tem, jem djallë që e du Prishtinën, kontributin tem e kom dhonë për Prishtinën sa herë më është kërku, kom përvoj, kom bagazh edhe politik, e që besa dhe institucional, për shkak se mësë 17 vjetë më punoj në institucione publike të Republikës Kosovës. Te me të votu ty. Me më votu mu për shumë arsye, për ndërto është për shkak që njemi thori asojna që investimet publike duhet me konë transparente, duhet me ditë se cili qytetar. Ka po shkojnë që ato paret, ka po shkojnë taksa tona. Pare e dyta për shkak që unë jem një djallë që kam përvoj mjaftueshme, kam shkollim adekuat, edhe në lidhje me zhvillimin ekonomik lokal. Jo veç në Kosovë, po kam shkollim edhe në Holland, kam shkollim edhe në Belgjik, kam shkollim edhe në Austri, në Hungari edhe në Angli. Këto janë disa për arsye pse unë kërkoj për me votu mu. Nëse nuk zgjedhna çka pastaj. Uroj të mos ndodhë kjo që mos më zgjedh, po edhe nëse nuk zgjedhna do me marrë me mas sportivitet për shkak se jeta është ashtu, ka ulje të ngritjet e veta. Fatkeqësisht nuk më mujt me dhon kontributin tem. Nëse nuk zgjedhna, jeta vazhdon, unë kthejna në punë Ministri i Financave, punës e transferin në departamentin e buxhetit. Një mesazh për fund. Hej, ky mesazh shkon për ty që ti akoma nuk e vendos a ke me dalë me votu. Shkon për ty që akoma nuk e vendos se cilin prej neve me votu. Shkon ky mesazh për ty për shkak se na ose ju jeni një numër më i madh se na të tjerë që jena të involuar në politikë. Andaj, dije që vota jote çampesh. Një votë çampesh në ndryshimin e Prishtinës. Prishtina meriton më shumë. Prishtina meriton më shumë për shkak se i duhen njerëz më të mirë edhe më me përvojë. Faleminderit shumë.